dashur motra e vllazën, sot jemi mbledh këtu të festojmë Kurban Bayramin, një festë e madhe për ne shqiptarët musliman. Dhe njëkohësisht kemi edhe një projekt që e kemi filluar të gjithë bashkë. Ky projekti këtu, Qendra e Re Shqiptare dhe xhamia. Për një kohë të gjatë ky projekt ishte vetëm ëndër. Po fal jush, këta ëndër e bëm realitet, elhamdulillah. Inshallah, me 26 gusht, kjo qendër edhe legalisht do jetë e jona, sepse është closing date. Kjo nuk është vepër e një njeriu, as edhe një grupi njerëzish. Ky është triumfi të gjithë neve, të gjithë së bashku. Është merit e çdo vullnetari që i dedikoi kohë xhamisë. Çdo dhëruesi që kontriboi me zemër të hapur. Dhe çdo familje që ndau me ne këtë vizion. Besimi juaj i palëkundur dhe përpjekjet tuaja të palosme e bën këtë në realitet. Kjo qendër është një monument i forcës dhe vendoshmërisë son kolektive. Sot, në prag të Kurban Bayramit, një festë na kujton se duhet të sakrifikojmë për të dëshmuar besimin ton ndaj Zotit të Madhnushëm. Këtë sakrificë ne ja kemi detyrim vetes ton, fëmijëve tan, kombit dhe besimit ton. Ashtu si dhe paraardhësit tan, vëllezër të dashur, sakrifikuan për ne, edhe ne sot jemi thirrur të qëndrojmë besnik ndaj asaj trashëgimie. Ne në këtë sallë jemi nga gjitha trojet shqiptare, nga 4 vilajetet, nga vilajeti i Manastirit, i Janinës, i Kosovës, me qendër Shkupin dhe nga vilajeti i Shkodrës. Ne jemi pasardhësit e rilindësave tanë, të cilët kanë sakrifikuar gjithçka për gjuhën dhe kombin dhe për besimin ton. Disa prej tyre, si Isa Boletini, Shaban Polluzha, Azem Galica e Shote Galica, Idris Seferi, Çami Abedin Dino, Qerqis Topulli, e Sali Butka, të gjithë këto vllazën dhanë jetën e tyre. E deri tek herojtë e kohës së fundit, Adem Jashari nga Drenica dhe Ismet Jashari nga Kumanova. Kemi një grup tjetër rilindacish që shpenzuan të gjithë pasurinë e tyre për ne, si Hasan Prishtina apo Ilyas Pashdibra, i cili financoi lidhjen e Prizrenit totalisht vetëm. Dhe ajo lidhje u mbajt në xhami, sepse xhamia çdo herë ka qenë qendër e shqiptarizmës. Është qendër ku ne mësojmë besimin ton dhe qendër ku ne mësojmë të duam atdheun ton. Padyshim në këtë listë nuk mund të mungojnë hoxhallarët tanë. Ata ishin që vunë themelët e besimit të pastër dhe atë dashurisë tek ne. Dhe të tillë ka plot, po sot po përmendin vetëm disa, si Hafiz Ali Korça, Mullah Idris Gjilani, apo dhe Haxhi Vebi Dibra, kryetari i Senatit të parë të Shtetit të Pavarur Shqiptar. Në këtë listë nuk mund të mungonte edhe Hafiz Sabri Koçi, i cili vuajti dekada të tëra në përburgjet e komunizmit dhe mbeti i paposhtur. Dhe u bë ai që ringriti besimin në atdheun tonë në Shqipëri, atëherë kur duket gati e pamundur për gjithë. Të gjithë këta vllazën e motra kishin si qëllim kryesor të jetës tyre 2 gjëra: atdheun dhe besimin. Krijuesi ynë, Allahu Xheleshanu, na ka zgjedhur ne që të lindim si shqiptar. Dhe është detyrimi jon që ta ruajmë dhe ta mbrojmë këtë amanet. Që komuniteti jonë në Kanada deshte një vend madh ka qenë për disa vite. Por këtë e dëshmuam me fondet e mbledhura për gjatë viteve të fundit. Dhe interesimi ka qenë i jashtëzakonshëm vllazën. Të dielën kishim një open house për këtë objekt. Ishte një emocion i papërshkruar, të shihje të gjithë të ri,
fëmijë, gra, motra, pleq, të gjithë të qeshur e të gëzuar dhe të magnitur me këtë vend të ri që do jetë joni inshallah. Dhe në sytë e tyre ne pam se ky ishte vendimi i duhur, ky është vendi i duhur dhe është koha e duhur. Shumë familje kanë dhuruar me bujari që të blejmë këtë qendër të re. Megjithatë, disa prej nesh vllazër e motra akoma nuk janë përfshirë në këtë projekt. Prandaj tani është koha që të përfshihemi të gjithë. Ne kemi nevojë për mbështetjen e gjithë cilit prej jush. Ata që nuk janë antar, ju lutem, bëjuni antar tashi. Kemi tavolina në hyrje dhe ato mund të ndihmojnë. Ata që janë antar dhe nuk kanë dhuruar, ju lutem bëheni sa më parë. Ndërsa ata që kanë dhuruar, shihni mundësinë që të dhuroni edhe ca që ta përmbyllim këtë projekt. Të japësh për të mirën e komunitetit vllazën e motra e sidomos për ndërtimin e një xhamie të Zotit, ka shpërblim vetëm xhenetin. Profeti Muhammed alayhis salam na ka sqaruar se nuk ka rëndësi shuma, sa e madhe është apo e vogël. Mjafton që në jetë të jeti sinqert. Është një hadith që transmeton Ibn Majah kur thotë: kush ndërton një xhami për Allahun, qoftë sa foleja një shpendi të vogël, Allahu do i ndërtojë atij një shtëpi në xhenet. Ky hadith përdor metaforën e folesë së zogut për të treguar se edhe sikur të dhurosh një tull të vetme, shpërblimi nga Allahu xhaleshanuhu mbetet i jashtëzakonshëm vllazën. Tek qendra e re, tek kjo qendër, ne mendojmë të kemi një mur falinderimesh, ku do vendosen të gjitha emrat e familjeve që kanë kontribuar. Motivet për dhurim janë të shumta. Dikush dhuron në emër të prindërve që kanë ndruar jetë, dikush në emër të gjyshëve të tyre. Të gjithë duam të mbajmë gjallë kujtimin e tyre. Duam të mbajmë gjallë amanetin e tyre që thonin, mos harrojmë gjuhën tonë, mos harrojmë besimin tonë. Ato e kishin të qartë se këto dy çështje janë të pandashme me njëra tjetrën vllazën. Nuk mund të jesh besimtar i mirë nëse nuk e do kombin tënd. Dhe nuk mund të jesh shqiptar i mirë nëse nuk kultivon besimin dhe moralin në shpirt. Për hatër të gjyshëve tanë, të prindëve tanë, të fëmijëve tanë dhe për veten tonë, le të sakrifikojmë dhe ta kemi emrin e familjes tonë në atë murin e falënderimeve. Që nesër kur niprit dhe mbesat të futen në këtë qendër, ta ndjejnë veten krenar për atë që ne ndërtuam. Secili prej nesh është ambasador i kësaj qendre. Ne kemi në dorë që këtë amanet ta përmbyllim me sukses të plot. Sot, në ditën e Kurban Bajramit, le ta bëjmë sakrificën tonë, vllazën. Jo me gjak, po me zemër të hapur dhe me kontributin tonë për këtë qendër. Me 30 maj, ditën e shtunë, ne kemi një drek Bajrami. Është një program i jashtëzakonshëm dhe për herë të parë që e bëjmë si xhami. Kemi të ftuar nga gjitha anët e globit, nga Amerika, nga Gjermania, nga Zvicra. Të gjithë do vinë të festojmë së bashku. Pra vllazën e motra, bleni bileta derisa ka. Në fillim, në hyrje janë ca vullnetar që mund t'ju ndihmojnë. Pjesëmarrja juaj atje është të festojmë dhe ta bëjmë të mundur atë që po e shohim. Zoti ju bekoftë të gjithëve, juve dhe familjeve tuaja dhe dalshim faqebartë. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar besimtar, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Sot jemi mbledhur në këtë ditë të bekuar të Kurban Bajramit, një ditë që na kujton se feja jon nuk është vetëm fe e fjalës. Feja jon është fe e durimit, fe e dashurisë, fe e përkushtimit dhe fe e sakrificës. Kurban Bajrami është festa e Ibrahimit alayhis salam, është festa e nënshtrimit të tij ndaj Zotit, Allahut të gjithësisë. Dhe ai tha: "O Zoti im, ti je mbi çdo gjë." Kurbani nuk është vetëm thjesht therrja e një kafshe.
Kurbani është therrja e egos, mendjemadhësisë, e lakmisë, e zilisë, e urrëties, e gjithçkaje që na largon nga Allahu. Kurbani është një mesazh i madh se besimtarët duhet të jenë gati të heqin dorë nga gjithçka e kësaj dunjaje me qëllim që të afrohet tek Allahu i madhëruar. Historia e këtij bajrami na mëson se besimi nuk testohet vetëm në ditët e lehta. Prandaj edhe Ibrahimi a.s. ashtu si edhe Ismaili a.s. mbahen mend në histori sepse e hoqën dorë nga gjithçka e dashur me qëllim që të afroheshin tek Allahu i madhëruar. Sot sakrifica jon nuk është vetëm në formën e kurbanit. Sot na kërkohet të sakrifikojmë kohën, neglizhencën, shpërqendrimin dhe rahatin e kësaj dunjaje me qëllim që të afrohemi më shumë tek Allahu i madhëruar. Ky është mesazhi i madh i Kurban Bajramit për ne në Toronto, në Kanada dhe ne që jetojmë në mes të kulturave të ndryshme, ku shumë zëra dhe tundime na pengojnë që ne të afrohemi tek Allahu. Këtu jetojmë në një vend të mirë me liri dhe mundësi pafund, me shkolla të mira, me ligje, por pikërisht këtu na duhet që të jemi shumë të kujdesshëm për të ruajtur identitetin ton kombëtar, sepse rreziku më i madh nuk është gjithmonë jashtë. Shpesh herë rreziku hyn në shtëpitë tona, në familjet tona, në ato familje ku nuk flitet, ku nuk diskutohet dhe ku nuk përmendet Allahu. Kur fëmijët nuk e mësojnë gjuhën, kur nuk e mësojnë namazin, kur prindrit nuk flasin me to. Vëllezër dhe motra, familja është amanet. Nëse familja është e fortë, edhe ummeti është i fortë. Nëse babai dhe nëna i rrisin fëmijët me iman, me sjellje të mirë, me respekt dhe dashuri për Allahun, atëherë edhe në shoqëri të vështira, edhe në shoqëri problematike, gjithmonë do të kemi sukses. Por nëse e lëm familjen pa udhëzim, pa kohë, pa namaz, pa biseda, pa shembull, atëherë fëmijët rriten me trup në shtëpi, por me zemër diku tjetër. Sot shumë familje po lodhen nga puna, nga borxhet, nga shpejtësia e jetës, nga teknologjia dhe nga presioni i përditshëm. Por pikërisht këtu fillon sakrifica jonë islame. Të mos e lejojmë jetën të na marrë fen, të mos e lejojmë punën të na vjedhi kohën dhe namazin, të mos e lejojmë lodhjen të na vjedhi komunikimin me fëmijët dhe të mos e lejojmë ekranin të na vjedhi sofrën familjare. Ne jetojmë në Kanada dhe kjo ka mirësitë e saj. Këtu kemi siguri, liri fetare dhe mundësi për të ndërtuar jetët tona. Por kemi dhe sfida, dhe një ndër sfidat kryesore është asimilimi, dobësimi i gjuhës, harresa e rrënjve, individualizmi dhe ndonjëherë edhe ndjenja se feja është diçka private dhe nuk duhet të ndikojë në jetën e përditshme. Islami nuk na mëson ta fshehim fen ton. Islami na mëson që ne duhet të jemi krenarë që jemi musliman. Islami na mëson që ne duhet të jemi krenarë që jemi shqiptar. Prandaj ne duhet të sakrifikojmë për të ruajtur 3 gjëra që janë gjërat më të shenjta: fen, kulturën dhe familjen. Fen e ruajmë me namaz, me përkushtim, me afrim tek Allahu. Fen e ruajmë duke ardhur më shpesh në xhami, jo vetëm në bajrame. Në Kanada sot ka dhe plagë reale që prekin komunitetin musliman, dhe disa nga to janë frika nga urrëtia, frika nga paragjykimet dhe kujtimet e dhimbshme të rasteve të islamofobisë. Kur e mbajmë fen ton bashk me maturi dhe kur qëndrojmë të bashkuar, jo vetëm mbrojmë veten ton, por edhe si komunitet japim një shembull të bukur të shoqërisë tonë. Kurban Bajrami na mëson edhe një gjë tjetër. Ajo që kemi në dorë nuk është vetëm për ne. Mishi i kurbanit ndahet, dhurohet dhe përcillet tek të afërmit, fqinjët dhe të varfrit. Kjo do të thotë se besimi ynë nuk është i mbyllur vetëm tek ne, vetëm në familjet tona, ose vetëm individualisht. Ai hapet me shoqëri, në mëshirë dhe me bujari. Në Kanada, por edhe në vende të tjera ka shumë njerëz që janë nevojtarë. Prandaj të mendojmë, të nderuar vëllezër, që të bëhemi bamirës, të mendojmë që të kontribuojmë në shoqëri, të mendojmë që të ngrihemi të gjithë si ummet. Allahu na mëson se sakrifica e vërtet sjell pastërti në zemër. Kur japim për hir të Allahut, ne nuk humbasim, ne fitojmë. Kur e mbrojmë familjen dhe kur japim kohë dhe dashuri, ne nuk humbasim, por ne vetëm fitojmë.
kur I mësojmë fëmijët tanë që të thonë bismillah ose të mësojnë diçka në lidhje me fen tonë, me Allahun, ne nuk humbasim, vetëm fitojmë. Kjo është e ardhmja, nuk ndërtohet me fjalë të bukura, por duhet të ndërtohet me punë. Gjithsecili nga ne sot duhet t'ia vëjë qëllim vetes në këtë ditë bajrami që të kujdeset më shumë për fëmijët tanë, të kujdeset më shumë për prindrit, të kujdeset më shumë për shoqërinë dhe të mos mendoj që asnjëri nuk do të mund të ngrihet vetëm individualisht, por gjithçka arrihet duke u ngrit si umet, duke u ngrit si komunitet. O Allah, pranoje kurbanin ton, agjërimin ton, namazin ton, lotot tona dhe lutjet tona. O Allah, forcoj familjet tona, ruaj fëmijët tanë dhe bekoj ata dhe fut në zemrën e tyre imanin, islamin dhe dashurin për Allahun, dashurin për fen, dashurin për kombin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elhamdulillah, faleminderit të kanë Allahut që na bashkoi në këtë ditë të bukur të Bajramit. Dear respected brothers and sisters, today is a day of joy, but also a day of reflection. Eid reminds us of the story of Prophet Ibrahim, peace be upon him. His trust in God and his willingness to sacrifice everything for his sake. That spirit of sacrifice is not just history, it is a message for us today. As Muslims living here in Canada, our sacrifices may not be physical like Ibrahim's, but they are still real. We sacrifice time, comfort, and sometimes personal ease to protect our faith, our families, and our Albanian identity. We sacrifice to raise our children with our values, to keep our connection with the mosque, and to stay united as a community. And this brings me something very important, our responsibility as a community. Nothing we have achieved as a community is individual. It is all from God, and then from the effort of all of you together. Every family that contributes, every volunteer that gives time, every parent that brings their children to the mosque, this is what keeps our community alive. The strongest foundation we have is not just a building, as you can see here. It is our families. If our families are strong, our community is strong. If our children are connected to Islam, to the Quran, to the mosque, then our future is strong. But if we become too busy, disconnected, and distracted, then we slowly lose that foundation that we worked so hard to build. This is why Eid is also a reminder. Faith is not something we celebrate, it is something we live every day. Dear brothers and sisters, I want to remind everyone that this coming Saturday, we have our Eid lunch and fundraiser. This is not just about collecting money, it is about building something that will remain long after each and every individual in this room. A mosque and an Albanian cultural center that our children and their children will continue to benefit from, inshallah. For many years, this has been a dream carried in the hearts of our community, a place we prayed for, worked for, and hoped for. And now, by the mercy of God, that opportunity is in front of us. God has opened this door for us at the right time, and we should not take it lightly. This is your chance to be a part of something that will outlive all of us. A place where every prayer, every Quran recitation, every gathering of knowledge will carry a reward that continues for you even after you are gone. And it will also be a place where our identity, our Albanian identity, is preserved, where our children not only learn their faith, but also where the Albanian language, our heritage, and our roots are kept alive and passed on to the next generation. Let every contribution be sincere
even if it is small, it is meaningful, because what matters is not only what is given, but the heart behind it. Let this mosque and Albanian Culture Center be something that carries your name in the sight of God as part of those who established His house. Let us use this Eid as a moment to renew our intentions, to return closer to God, to strengthen our families, to support our community, and to give sincerely for His sake. Let us remember that what we build for God never truly leaves us. It remains, it benefits others, and it becomes a source of reward for us even when we no longer are here to see it. Before I close, I want to sincerely thank each and every one of you for your presence, your support, and your commitment to this community. May God accept your sacrifices, your prayers, and your good deeds on this blessed day. Let us carefully think. Let us please, every single one of us here, I ask you, do not let this opportunity pass you in your life. Because I promise you, and you all know very well, opportunities like this, moments like this, do not always return. And I do not want anyone here looking back in your life, in your older years, wishing that you had taken a part of such a meaningful time in all of our lives. Allah i na pranoft veprat tona, na forcoft familjet tona dhe na bashkoft gjithmonë në të mirë. Gëzuar Kurban Bayramin. Në mënyrë që ta ruajmë familjen, të ruajmë fëmijët tanë nga degenerimi dhe mos kujdesja, që ta ruajmë gjuhën, zakonet, fenë dhe shqiptarinë, të gjithë tokë duhet të jemi bashkë dhe ta mbështesim me të gjitha mjetet dhe mundësinë projektin të cilin na prezentuan dhe na folën më parë vëllezërit tanë. Kjo xhami dhe qendër komunitare është jetike për gjithë shoqërinë tonë. Vëllezër të dashur, në vend që nëse nuk investojmë në këtë gjë, atëherë padyshim se Zoti na ruaj do të investojmë në pasoja që do të na vinë më pas. Pra ne të investojmë në prosperitet dhe ardhmëri për ne dhe fëmijët e familjet tona. Ta dini se kjo gjë është e kryer. Kthim mbrapa nuk ka, e i lumi ai që bëhet pjesë e karavanit, apo pjesë e këtij rrugtimi, apo e shoqërisë në të mirë e mirësi. Do ta shohim të gjithë së bashku se sa i mirë është suksesi pas punës dhe sakrificës. Do të lirohemi shpirtërisht kur para vetes të shohim se kemi arritur atë që ishte vetëm ëndër e pa realizuar apo imagjinuar, dhe do ta jetojmë atë në realitet. Më tregoni të gjithë ju lutem, ku ka lindje pa dhimbje, ku ka sukses pa mund, ku ka muskulatur pa ngritur pesha të rënda, ku ka biznes pa punuar dhe pa ditë e net pa bër asnjë pikë gjumi, askund. Prandaj edhe Zoti fuqiplot thot wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu, dhe thuaj punoni, angazhohuni e Zoti fuqiplot do ta shoh punën tuaj e do ta shoh edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Respekt, prandaj ne i kemi të sigurta dy gjëra lidhur me projektet e tilla dhe lidhur me hajrate dhe mirësi. Në përgjithësi i kemi të sigurta të nderuar xhamatli dy gjëra. Gjëja e parë është respekt dhe nder në këtë botë, sepse ai i cili jep mund angazhim do ketë respekt nga njerëzit të cilët do ta vlerësojnë atë. Dhe gjëja tjetër e cila është më e madhe se sa kjo e para, është shpërblim të madh kur të dalim para Zotit fuqiplot në botën tjetër. Të nderuar xhamatli, e kemi edhe një thirrje në fund, ju bëjmë thirrje të gjithëve. Kemi edhe disa vende për bileta për darkën e Bajramit, domethënë duhet ju ftojmë të gjithëve që të blini ose të merrni biletat në mënyrë që të na bashkoheni të gjithëve në festën e darkës së Bajramit që organizojmë si gjithherë, dhe në të njëjtën kohë të prezantojmë apo të bëjmë numër më të madh
dhe të prezantojmë atmosferën e cila do të bëhet në fundraiserin që që do të organizohet pra ditën e shtunë. Edhe një herë, sigurisht e keni pa, edhe videot që i kemi bërë, edhe një herë ju themi, të nderuar xhamatli, nuk ka nevojë ne të ngushtohemi, nuk ka nevojë të ndihemi keq, nuk ka nevojë të themi valla, nuk po shkoj aty se më detyrojnë kështu ose ashtu. Nuk të detyron askush asgjë. Absolutisht nuk të detyron asgjë. Krejt bëhet në mënyrë vullnetare. Edhe fundja vetëm prezenca jote e bën më madhështor atë takim. Atë kërkojmë prej të gjithëve në mënyrë që inshallahu taala edhe me emrin e Zotit po, se siç thash më herët, kjo punë ka marrë fund dhe nuk ka kthim mrapa më. Kjo godin këtu që e pat edhe pak më parë, inshallah është kryer edhe do të kryhet, edhe Zoti fuqiplot do të na ndihmoj, edhe me emrin e Allahu xhallashanuhu do të arrijm suksesin e tij. Prandaj të gjithëve urime Bajramin, Kurban Bajramin, Zoti fuqiplot, së pari u apranoft sakrificën, sepse kjo ditë është ditë e sakrificës së kurbanit. U apranoft kurbanat që i keni porositur e i keni therrur të gjithë inshallah taala do t'i therrni. Gjithashtu na pranoft lutjet tona inshallah. Na e pranoft ibadetet tona ja Rabbi në këtë ditë. Na e pranoft sadakan ton dhe gjitha veprat tona të mira na e pranoft inshallah. Zoti na i gëzoft zemrat tona me gëzime që vetëm ai ditë mbjell në zemrat tona. Na gëzoft në evlat ton, në familjet tona, në shoqërinë tonë, në rrethin ton ku jetojmë, na ruajt nga çdo e keq, qoftë ajo nga njerëzit apo nga shejtanët. Zoti xhallashanuhu na e shtroft rrugën me çdo gjë e cila e kënaq atë inshallah dhe na gëzoft në të dy botrat. Falënderimet dhe lavdatat tona qofshin vetëm për Zotin fuqiplot, Zot i të gjitha botrave, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugë të drejtë, Zoti ynë, në rrugën e atyre që i begatove me të mirat tua, e jo në rrugën e atyre që të rrëhoqën hidhrimin tënd, e as në rrugën e atyre të cilët e kanë humbur nga rruga e vërtet. Paqja dhe mëshira jote, salavatet për shëndetjet tona qofshin për Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokët e tij, familjen dhe mbar ata që e pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. O Zot i plotfuqishëm, të lutemi Ty që të na e pranosh namazin ton, agjërimin ton, kurbanet tona, lutjet tona, adhurimet tona, sadakan ton, veprat tona të mira, që të na i shlyesh mëkatet dhe të metat tona, ja Rabbel Alamin. Zot i plotfuqishëm, të lutemi Ty, na fal neve, na mëshiron neve, na përfshi me mëshirën tënde të madhe, mëshira jo, e cila atë që bie mbi të e shpëton në të dy botrat. O Zot i plotfuqishëm, të lutemi Ty që çdo të vdekur ton ta mëshirosh, që çdo të sëmur tonin ta shërosh, që atë që ka hallë dhe brenga t'i largosh, që gjunahet tona të na i falësh, që zemrat tona të na i gëzosh, që familjet tona t'i bekosh, që muslimanëve të ndihmosh, të shtypurve gjithashtu të ndihmosh, ja Rabbel Alamin. Zot i plotfuqishëm, të lutemi Ty që të na japësh të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe të na ruash nga zjarri i ferrit. O Zot, na bëj neve dhe familjet tona pasardhësit tan, prej atyre që do të jenë në rrugën tënde, prej atyre që e falin namazin dhe prej atyre që do të jenë të sjellshëm ndaj prindërve të tyre. Zot i plotfuqishëm, na fal neve prindërit tan, mbar besimtarët në ditën e llogarisë përfundimtare. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allah i kabul e për hajër e urime gëzuar Bajramin. Sorry,